me një vetën se sa më me qenë aktiv. Si, për shembull, në 2012 kam qenë pjesë e Bigot Albania, që dhe. U kthyen pas në kohë pikërisht në 2012, kur Meti mori rrugë drejt shtetit fshin për të provuar një eksperiencë të ngjashme. Çka dallon Bigu i Kosovës me atë Shqipërisë? Nështë kam qenë i ri 22 vjetë për më konë pjesë e Bigot Albania. Mendoj që përvoja pak. Mënyra që qasës me banor, për shkak se është problematik mi pas 20 banor 25, se cili ka dëshira të ndryshme, se cili ka ato tekjet e veta, karakterin e vetave. Mendoj që duhet një lloj psikologjie pak më e madhe që ta jep Big Brother. Po mendoj që çdo profesion nëse flasim për Big Brother është diçka që duhesh me menu 100 herë për me marrë me realizu, edhe mendoj që është shumë e vështirë. Sa që ti mendon që wow, edhe bëj edhe unë, edhe njerëzit në për kafe thonë a isha hien e kisha bo këto, po momenti që hen vës 2 ditë i ki edhe mas nej është shumë problematike. Kështu që është një bravo për gjithë ata që e marrin kurajen për me qenë pjesë e Bigës, se për në është shumë vështirë. Por sipas Metit, ai meritoi Lombardi fitoren. Për menimin tim, lojnë ashta më të mirë, për 3 muaj e kisha realizu vetë edhe për çka kom po veten fitues. Po tash gjithmonë në çdo reality show ka kësi lloj diskutime, njerëz partnershën. Nuk mund të ndodhë ai fal definicione, po më të mirë na ja publiku, kështu që publiku më që edhe në të vërtetën çish ka shku deri sot. Ati nuk i munguan as disa kunja që i hodhi pak si fshehuraze. Nëse hina me një lojt, dhe këme di që do të me lujt, jo me najt atë nërqebe që ka najt do që 3 muaj. Unë e shëndryshe Bigun. Ish banori Big Brother VIP Kosova po në faktin që po e bën të pamundurën të kthehet në Kosovë për të jetuar e vepruar. Por a ka ndonjë projekt të ëndrave Meti që kohëve të fundit po e lë pas gjumë? Nëse kive si ëndër, mendoj që duhesh me punu për shatë ëndër. Kështu që kam qef me jetu pak edhe kështu për toke, jo shumë me imagjinu se ëndrat moja. Qëto ëndrat që munat, kam qef për shumë një brand temen me bo, po, së është që kom fillu me përna në dritem, sa i përket televizionit, normal, kom punu gjithmonë me showbiz, po kam qef me një spektakl, diçka që afran këtojna pak ma ndryshe, po s'muna amiga të rrethet, po menej që diçka kanë me po publike shumë shpejt. Mjaftueshëm folëm, tani është koha që kolegu ynë të sfidohet me blitz pyetjet në zonë. Po thash ato plusin t'ja shtinja 200 njerë. Pse duna me konë pishman, diçka që e bëj. Asë një herë, pëse qa kom thanë. Unë e kom një se lejtar atë. Njerës të din, njerës të afët edhe njerës që punoj me ta e din çfarë personi jam. Kështu që për mu është të rëndësishme me konë mirë me familjen tone, me fëmijët e tu, me gruan tonë, me nanën, me vllaznit na rrethen, me këjshit çka dhe. Kështu që gjithë shka. Kjo për mu është të rëndësishme. Tani sa i mirë me njerës, ma në varet edhe prej statës, në çfarë kondi ose çfarë punë e bojnë. Apo menoj që ajo rëndësishme është me kondi mirë për njerës të tu ofër. Me jo sinqerisht. Jo, sinqerisht jo. Kuj? Am të falë, bre. Sa duhet më të bu nervöz, dikush për me përfëndu në blogis? Qa të bë nervöz? Nuk ja, me thonë tash, nëse muna me thonë Instagramin, më nëshmi po, nashta pi që e kam Instagramin, së që e kam bodi kam blog. Po problem dhe këqyre. Po këqyre. Po hajtë që njës janë të dëmë. Po dhe, së muna mja thonë emnët. Jam pjesë se sa vite me televizion, kështu që kom pas edhe unë si thamë oferta, po ato kam qef ma shumë edhe në kuptimin me bashkëpunu me njerëz që mas pori i konsideroj si shok, si familje edhe mas nej si punë, kështu që kam qef kudo që punoj me konë së shpjetem edhe mos me këshirë orën a përfëndoj puna të shkaj. A ka ma mirë si me thonë dikona njerëz që kam mendu nashta negativ edhe më thonë ko ke njeri mirë ose
Mu ma shumë më thonë kë ke njëri familjar, sepse edhe mrena ekonomi e kom tregu vetën qysh kujdesna, për shembull edhe për banorët ato që i kom po ushqim, sa kom nejt një muj 20 banorëve, me nxjerr drejt dorë ki gatu, qashtu jam edhe në shpirt. Për mu ushqimi më i mirë është shija. Çfarë do të qoftë, ty më thonë çfarë do lloj mishi, kur nuk din me përgatitë, kur nuk din me bën shija. Mendoj që ushqimi më i mirë është shija.